unë dëshmojnë Allahun dhe se nga ky çast edhe unë jam pjesë e kësaj feje, thotë u kthye edhe një herë tek gjykatësi dhe i tha, parzmorja për cilën ai foli është e dia. Tregohet për sahabin e nderuar Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ndërkohë që ai ishte prijes i besimtarëve, pra ishte i pari i shtetit, i kish humbur një parzmore, ose jo i kish humbur, po i kish rënë, ndërkohë që po ecte me kali, kish rënë nga kali. Ato e kish marr, pasi e kish parë, e kish marr një i hebre, dhe Aliu radhiyallahu anhu, kur adresohet se kush e ka marr, e ngren çështjen në gjykat, pra pasi nuk arrin të merret vesh me të. Pra e padit në gjykat. Kur e paditin gjykat, habitet hebreu se paditësi dhe i padituri, paditësi në rastin konkret ishte mbreti, pra, ulen në të njëjtin nivel, pra përballë në gjykatësin. Sepse ai priste tashmë që të ishte në krah të gjykatësit. Dhe gjykatësi i flet Aliut radhiyallahu anhu dhe i thot, për çfarë e ke paditur këtë zotrin? Thot, parzmorja të cilën ai e ka është e imja. Thot, a ke fakte për diçka të tillë? Nuk kam. Atëherë thot, është e ti. Ta gëzoj. Dakor, thot Aliu, pranoi gjykimin e gjykatës, të kërkoj ndjesi, thot ti zotërisë, domethënë se të mora nga koha, u nis dhe u largua. Hebreu brofi në këmbë dhe ju vu nga pas. Tha, e pranon gjykimin e këtij gjykatësit që është varësi jot në fund ditës, domethënë sepse ti je i pari i shtetit. Jo, nuk është varësi imta, ai ka pozicionin e tij. Në pozicionin e tij ai është i pari, nuk jam unë. Po si u pajtove, tha, me atë, ndërkohë që ti e din shumë, e di tha që është parzmorja ime, por nuk e faktoj dot, nuk kam fakte. Dhe ti pajtohesh me diçka të tillë, tha, po patjetër pajtohem. Pajtohem me institucionin në rastin konkret. Dhe këtë, tha, kush ta mëson, kush ta imponon, kur i thon? Tha, këtë ma mëson feja, ma mëson besimin. Të jetosh në unitet është më mirë se sa të jetosh në përçarje. Unë dëshmojnë Allahun dhe se nga ky çast edhe unë jam pjesë e kësaj feje, thotë u kthye edhe një herë tek gjykatësi dhe i tha, parzmorja për cilën ai foli është e dia.